Avokat, duhet pyes edhe për një video të publikuar nga izraelitët, pra të ministrit izraelit, i cili duket, po themi, momente pas si disa aktivistë janë arrestuar nga forcat izraelite, mes tyre dhe Baki Goxhaj, pra një aktivist shqiptar. Kjo video në fakt bëri buj në mediat ndërkombëtare, por edhe në qeveritë europiane, të cilat janë shprehur mjaft të ashpra lidhur me trajtimin që u është bërë aktivistëve nga forcat izraelite. Si e pat këto moment dhe a duhet, po themi, që disa aktivistë që marrin mundimin për të çuar ndihma në Gaza të trajtojnë në atë mënyrë? Tani ka dy anë medalja, megjithatë edhe aktivistët duhet të dinë ku të fusin hundët. Termin aktivist e kemi parë shumë personave këtu që u durinin për të pushtuar ambasadën amerikane dhe pastaj kërcyen te Berisha. Nuk është mbase e njëjtë krahasimi, po kush ja vuri emrin aktivist tyre dhe çfarë qëllimi kanë. Se edhe ai kryeministri izraelit thotë kam qëllim human, thotë të mbroj popullin tim. Megjithatë, deklarata e Netanyahu ka qenë që e dënonte këtë akt të rënd të ministrit izraelit, Ben-Gvir, dhe e ka shprehur qartë që ju nuk jeni as fytyra dhe as e vërteta e Izraelit, pra nuk na përfaqësoni ju me dinjitet në bashkësinë ndërkombëtare. Dhe besoj që ka qenë një akt i papranueshëm, pasi nuk i duhet lënë udhë ekstremizmave të fitojnë të drejtën e qytetarisë, domethënë edhe të jenë pjesë e qeverisjes në këto momente kaq të tensionuara. Pavarësisht që këta persona janë përfolur që janë pjesë e qeverisjes për arsye se nuk përmbushet shumica qeverisë, pra ka një numër votash që bëjnë bllokimin e qeverisë dhe mund ta çojnë vendin në krizë. Dhe për hir të përballjes me 7 fronte që janë, ata janë detyruar të bëjnë kompromise në mbajtjen e stabilitetit brendshëm politik në Izrael. Megjithatë, duhet pasur parasysh që ai vend është në luftë në disa fronte dhe aktivizmi duhet të gjejë edhe ai momentet e gjuhën e dur. Por këtë rast turpi ngel ministri izraelit. Avokat, keni parë kohët e fundit që ka një qasje ndryshe të europianëve ndaj Izraelit? Ta kenë europian, unë mendoj që dhe ai popull ka drejt jetojë atje. Çdo gjë ka ndodhur 7 tetor me një lojë të pisët ruse për të hapur një front të dytë për të hequr vëmendjen nga Ukraina, me një shtet akoma më të pisët ose qeverisje akoma më të pisët si ai i Iranit, se po e simbolizoj shtetin me qeverisjen mbase gabimisht tani, me milicit e tyre, nga Jemeni në Irak e në Siri, në Liban edhe në Gaza, të cilët në mënyrë të pabes prishin një lloj paqe që ishte për disa vjet atje, sulmuan civil, edhe fëmijë, edhe gra, edhe njerëz pa mbrojtur, me qëllimin që real, domethënë, që të shmangej vëmendja nga lufta në Ukrainë. Kështu që duhet parë lidhja shkak pasojë, dhe jam i qetë për ta parë që këtu kjo gjë u provokua nga këta persona, nga një lojë e ndyrë ruse, të cilët flasin për humanizëm, ndërkohë që kanë që nga 24 shkurti i vitit 2022, duke bërë kasapan atje në të gjitha qytetet ukrainase, dhe duke treguar që ëndra e tyre për perëndori është akoma aktuale dhe sot. Pra. Nuk mendoj që të gjithë janë të saktë në këtë turpullie të madhe të gjeopolitikës botërore. Mendoj që ne shqiptarët kemi gjetur disa parametra sigurie edhe me ndihmën e Izraelit, ky është një realitet. Dhe këto parametra të cilët ishin të
të cënuara, sidomos nga hapja dhe shqyrja e dyreve që u bë deri në 97 në një numër teje të lartë të ekstremistëve arab në Shqipëri, bile në Tiranë nuk e pasur pallat pa pasur disa familje përfaqësues të këtij komuniteti, si ishin vetëm arab, po ishin edhe të tjerë, nga Sudani kanë qenë edhe mbase Pakistane, nuk e di domethënë, po një pjesë e madhe, shumica ka qenë arab, të cilët jo rastisht janë larguar pastaj pas ndryshimit të pushtetit në 97. Pra, na u premtua nga Berisha edhe një pjesë e tarafit të tij Europa, po në fakt në momentin e parë që u bë president e kuturisi Shqipërinë në Asamblenë e Vendeve Islamike. Kështu që lojat janë më të thella, besoj. Mendoj që ne duhet të shohim mirë stabilitetin ton, ku duam të aderojmë, kush janë perspektivat tona dhe pastaj të kuturisemi e të mbajmë anë. Është një lojë më e madhe se e Shqipërisë në to kapacitetin që ka. Realisht ka pasur bashkëpunim të organeve tona ligjzbatuese dhe të atyre të Izraelit me efektivitet plot, jo vetëm me ata, por kemi pas edhe me Belgjikën, që nuk përmendet, me Francën, me SBA-n, po me Gjermaninë e tjerë. Kështu që duhet jemi të shohim më qetë punën, domethënë. Siç ka dhe shumë pseudoaktivistë edhe në media që hanë nga ajo tranaja dhe çorba e prishur e Iranit, ta hanet ju bëj mirë, po ne jemi të qartë edhe dimë se cilat janë interesat tona madhore. E dimë se ku duhet kujt pjesët e njerëzimit duhet të përkasi Shqipëria. Kështu që të mos rrim në udhkryq, jemi realisht në një udhkryq fetar, influencash gjeopolitike, ekonomike të tjera, por ne duhet të dimë përcaktojmë i qartë ku duhet të shkojmë. Një nisëm e quajtur pakete maleve. Kjo nismë ka sjellë mjaft debate në disa qytete të vendit, ku shumë banorë, le të themi, janë shprehur kundër kësaj pakete, pasi sipas tyre shteti po ju merr tokat atyre dhe po ua kalon biznesmenëve. Sa mund zbatohet një paket malesh, po themi në Kukës, në Tropoj, në Dibër, ku të parët i kanë lënë, po themi, tokën brez pas brezi dhe ndoshta s'kan as letra. Tani kjo teoria na ka lënë parë tokën e s'kemi letra, kjo nuk do të qëndrojë. Megjithatë, gjyshja ime ka pas thënë kur bëja një zhurmë në shtëpi, u çmonshe marsh malet. Tani janë çmendur këta të qeverisë tani dhe kanë marrë dhe malet. Siç i mori Meta, po i marrin dhe këta, po këta po i marrin me nuk heqin dorë nga bërja biznese çdo gjëje. Nuk bëhet Shqipëria tërë sot. Ta lënë bëjnë diçka dhe nesër të tjerë. Morën një ministër, 1-2 mund të kenë dalë, ke 900 tjera që kanë dalë, të rinë tani të marrin, të pushojnë pak se janë lodhur shumë nga arritjet të mëdha, po te malet do të shtojnë e para punës një dhe do krijojnë një alergji që mund të jetë fatale për ta. Kështu që këshilloj që të mos marrin malet, të mos çmenden shumë, mos marrin malet, po të bëjnë ca punë tjera që janë përpara tyre. Nuk do mbaroj Shqipërinë, duhet të jesh shumë egoist ta mbarosh Shqipërinë sot, domethënë. Atë histori që Shqipëria do të ketë pas disa dhjetra viteve, ta konsumosh sot. Është e pamundur, dhe shohim dhe vetë që dhe ata njerëz që kanë qenë mbështetës së tyre, nuk duan, edhe ata që do duan, zot munden do ta realizojnë të punë. Është diçka që nuk bëhet, sidomos në momente nuk bëhet, më tepër se kaq. Atyre maleve t'ju shërbejnë, mos ju mbyllin çdo porrua e çdo lum në tub për energji, se kemi tharë ekosistemin, të bëhet një turizëm siç duhet bërë pa prekur interesat e banorëve atje, ata janë realisht zot të krajinave tyre, edhe pushteti lokal në këto raste duhet të tregojë pavarësinë e tij. Të mos i bindet një pushteti qendror që është në kundërshtim me interesat e komunitetit. Aty ata banorë kanë votuar
po administratorët e krajinës tyre, të lokalitetit tyre, të jetës tyre, të atyre maleve tyre, dhe vendimet për ato i marrin ata. Këto teoritë mëdha me investitorë strategjik e tjerë, besojnë një të ardhme të afërt, do të bien dhe këto, siç janë bërë me ligj, ashtu do të bien ca ligje tjera e do shohim mirë dhe kush janë këta strategjikët e mëdhenj. Kështu që mendoj që do të themi do të bëjmë më pa pas edhe ke investitor strategjik, jo më shkën ke malet. Nuk besoj se do të gjej zbatim një nisëm e tillë. Kemi tjera punë më të rëndësishme për bërë dhe më të hajrit. Kështu që po që puna pasaj që ne kanë lënë dhe ne kanë lënë këtu, po i solli Berisha, pasaj këta tjerë, janë shtruar të në Tiranë, nuk kanë qenë toka pas zot tu, po vinë dhe thonë ishim më të zot ne dhe ja u morëm, me atë 7501, tani na i ka lënë gjyshi dhe mu më ka lënë gjyshi gjithë Shqipërinë bile, ma ka lënë edhe gjysmën e Greqisë, edhe gjysmën e ku dëgjon Groenlandës, tani me fjalë tilla nuk ka më domethënë. Po mundësisht t'ju merren ato pronat që shpërnda nga ushtria, që i kanë falur për Cobuk, një pjesë në kohën e Gjenerali Imamit, pasi jemi në kohë trazirash edhe duhet t'i rikthehemi parametrave garantues sovranitetit siç është ushtria e tjerë. Ato male ka qenë streh për shqiptarët për të mbijetuar nga çdo agresion, kështu që do jenë aty prapë nëse do kërkoj koha. Avokat, një ushtarak pritet të marrë drejtimin ose le të themi kontrollin e rrugës Elbasanit. Çfarë të resh pritet të sjellë kjo? Një ushtarak mund të e ka brenda deri diku edukimin diplomatik, aq më tepër që diplomacia amerikane një këmbë gjithmonë e ka tek profili ushtarak, ndërsa jo gjithmonë një diplomat mund të bëhet ushtarak. Kështu që po të shohësh edukimin që kanë shkollat ushtarake, sidomos West Point, ata përgatiten për të marrë një uri të sakta, sidomos në gjeopolitik, dhe besoj që nuk e ka të vështirë fare ky general i lartë, i cili ka shërbyer gjithmonë jashtë Amerikës dhe për më tepër në Europë ka qenë prezent për shumë vite, që të adaptohet me detyrën e tij të re. Ajo çfarë më troqi vëmendjen dhe që ishte kryefjala ishte SPAK-u, pra një organizëm që ka marrë domethënë më i besuari deri tani në sistemin e drejtësisë, pra është një pjesë e sistemit të drejtësisë, i cili ka marrë bekimin e partnerit tonë strategjik amerikan dhe do të vazhdojë të ketë suportin e fuqishëm të tij. Pra ai po vjen me bindje plot duke njohur situatën këtu dhe sfida kryesore për të do të jetë ajo që është për ne, domethënë këto momente, ose jo për gjithë ne shqiptarë, por për ata që e duan ndryshimin, shtetin ligjor dhe shtetin së drejtës. Pra do të jetë drejtësia. Besoj se do të kemi një frymëzim të drejtësisë në një shkallë të re dhe do të kemi mbase rezultate më të prekshme se sa ato që kemi arritur deri tani. Avokat, në fakt është diskutuar shumë edhe le të themi mënyra se si pritet të qasë edhe ndaj politikës në vendin tonë, dhe zakonisht ambasadorët deri para se të vinë, e sidomos amerikanët, po themi, duket se në fillim duken pa lëkundur, por pastaj u gjendet një lobues për të influencuar. Mendoni që backgroundi i tij ushtarak do jetë, le të themi, pika kyçe që lobimi nuk do funksionoj? Nuk mendoj që të gjithë ambasadorët kanë rënë prej lobimit. Pavarësisht që ka forca politike që duke qenë që janë jo të preferuar nga partnerët amerikanë edhe ja faturojnë lobimit. Nuk besoj se i ka të gjitha lobimi. Nuk më ka rezultuar kështu. Pra nëse do të shohim një realitet, ata janë të bindur që
ka disa forca me të cilat nuk mund të bashkëpunojnë, dhe për më tepër disa persona të cilët duke qenë në krye disa forca politike bëjnë që të afektojnë dhe këto forca politike. Kështu që kam parë një dashamirësi jo të vogël të ambasadores Yuri Kim karshi Lulzim Bashës, partia e tij nuk e kuptoi, siç kam parë një abandonim të plot deri tani të politikës amerikane karshi Berishës. Ata pretendojnë se do t'i heqin non gratat e tjerë, por halli ynë nuk janë non gratat e tij, apo pasuritë pafundme, apartamentet që ka blerë sa në Shqipëri, në të gjitha cepat e Shqipërisë, po edhe në çdo kryeqytet e Europës, siç po dalin tani nga lista e pasurive të zbardhura të dhëndrit të tij, të vajzës së tij e tjerë. Kështu që mendoj që kush ka dëshirë të ri peng i halleve të Berishës dhe i prallave të tij, mund ta justifikoj këtë qëndrim të partnerit amerikan që ka konsideruar atë një kërcënim serioz atë dhe korrupsionin e tij madhor edhe për sigurinë amerikane. Ai di vetë hallet e tij, ka qenë non grata de facto bile edhe para se të shpallej non grata, edhe ai që ishte i pari nga të gjithë kryeprokurorët në botë, vegla e neveritshme e tij Adriatik Llalla, edhe disa deputet tjerë, po në këtë listë kemi edhe disa deputet socialistë, kështu që të jemi realist, ata ku kanë konstatuar që ka personat dhe janë bindur për qëndrimet e tyre që për mua janë sa anti-amerikane, ajde anti-shqiptare, se kemi të bëjmë me persona të përfshirë në 1001 zeza e pisliqe të diun, dhe që e kanë marrë me meritat non gratën e tyre. Kam parë një koforci edhe nga pjesa e qeverisë për t'i futur nga penxheria këto non grata që dolën nga dera, por dhe nga ana e opozitës berishiane për ta thjeshtuar thjesht non gratën e tij si një fatkeqësi dhe prej lobimeve. Nuk e besoj që është lobime. Por mendoj që duhet ta marrë një përgjigje ligjore, një herë e mirë, që të mbyllet goja atij dhe tjerëve si ai, qofshin këto në Partinë Socialiste apo Partinë Demokratike, me atë lobim që janë paguar mbi 10 apo 20 thot kokalari, por nuk e di sa janë paguar në vërtet, po që unë me ato letra që kemi parë, që kanë dalë, duket sheshit një shkelje e madhe ligjore, e ligjeve shqiptare, nuk po di pa ato amerikane, po shqiptare po. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2 muaj pas ditës zgjedhjeve duhet kishte bërë verifikimin edhe zbardhjen e këtij lobimi. Nuk e di pse po e zgjasin deri këtu dhe kanë çuar në kalendrat greke dhe kanë harruar. Ai lobim nuk duhet kaloj. Avokat është i rastishëm. A janë lobimet që bën Berisha apo janë lobimet që bëjnë ambasadorët? Se po flasin paguajnë miliona dollar për lobime. Lobim kërkoi Berisha në Amerikë. Pra, ky është lobimi i pranuar, bërë para gjithë neve dhe nësa bërë përshtypje. Prallat e këtij pastaj duhet t'i marrin për të vërteta. Të shohim ja, është i lishëm ky lobimi i tij dhe me çfarë ka financuar. Na ka treguar një prallë që vetëm ai mund ta tregoj, që janë mbledhur ca patriot pa emër atje dhe kanë paguar ca miliona për Berishën. Ju kanë ngrënë barku për Berishën atyre. Këto mund të tregojnë një tjetër, po jo ne që e njohim mirë. Kështu që të zbardhet kjo, bie të marrë dënimin edhe për të lobimin e fundit, se po ja kujtojmë këtë. Mos gënjejmë shqiptarët, nuk e duan, as shqiptarët as amerikanët. Ai të ri atje edhe bie të përballet me drejtësinë pa serviru më dëngla që ka ikur dhe koha, po s'kemi as vaktin ta ligjojmë më domethënë. Mendon që mund dalë diçka tek pjesa e lobimit? 1000%. Mënyra si është hartuar është në kundërshtim plot me ligjit shqiptar minimumi, po mbas edhe amerikane. Ishte lobimi më i shtrenjtë në gjithë historinë amerikane. Kështu që ta mbajmë me shëndet tët, ka thyer dhe rekordin atje, të shohim. Tani do të hedhë prapë para të tjera për dalë dhe nga lobimi dhe nga non grata e tjera, po çfarë duhet ne? Ja e hoqin non grata. Nuk e njohim në Berishën kush është. Me faktin që me këtë lobim që ka bërë, unë jam i sigurt që ai
e ka zhytur veten akoma më keq bashkë me Benjaminin e tij Nul Mogën në palishmëri. Jam i sigurt 100% për të gjithë. Avokan, ju duket e rastishme zgjedhja e zotit Erik Wend si ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri me background ushtarak, apo thjesht nga që mund të jetë një personazh, pra një njeri i afërt i Donald Trumpit dhe ai i ka dhënë këtë postin ambasador në Shqipëri. Si e shikoni këtë ardhjen e tij në Shqipëri në një moment ku lindja e mesme nuk është e qetë, edhe situata për rreth Ballkanit nuk duket në ujërat e qeta? Pikërisht se jemi në vijën e dytë të teatrit të luftimeve, pra jo shumë larg. Po ta marrësh kompasin, jemi bazë larguar si nga Tel Avivi ashtu edhe nga Kievi. Po ta vësh kompasin në Kiev, jemi bazë larguar si edhe ta nga Teherani, po dhe me ne. Besoj që jo më kot është gjendur kjo figurë, nuk ka me shumicë generalet Amerika që të mbushë ambasadat, por e kanë parë si zgjedhje më të mirë në këtë moment në të cilën ndodhet bota. Dhe besoj se gjua ushtarake ka qenë më frekuente këtë kohë të fundit se sa ajo diplomatike. Kështu që unë mendoj kanë bërë zgjedhje më të mirë. Dhe si ushtarak, ai duke qenë që një rregullin, bindin ndaj rregullit, edhe urdhën njëkohësisht, ushtarakët urdhën e kanë të parë, ai bën një prezantim që do të vijë në Shqipëri duke pasur preferencën kryesore raportin e tij me drejtsinë dhe për t'i dhënë një ndihmë drejtësisë shqiptare. Të shpresojmë që këtu të vihet një rendi ligjor, pra radhë parë ne aspirojmë për një shtet ligjor dhe shtetës së drejtës. Këto dy parametrat i kemi parasysh, si edhe të instalojmë check and balance, ndarjen e pushteteve, pra janë pikat kryesore, pikat kardinale për cilat ka nevojë Shqipëria, po dhe familja europiane edhe ajo euroatlantike. Ne që jemi familja e madhe, preferoj ta shoh Shqipërinë atë familjen, bashkësinë e familjeve të demokratike të botës, që shtrihet nga brigjet e detit Zi deri në Amerikën e Veriut.